Ambasadori i Shqipërisë Denion Mejdani ka vizituar komunën e Vrapçishtit. Me këtë rast, ai e cilësoi kreun e kësaj komune Isen Shabani si një figurë të fuqishme politike. Biseda e tyre u përqendrua në zhvillimet lokale, rëndësinë e bashkëpunimit ndërinstitucional dhe projektin e korridorit 8, i cili përfshin edhe Vrapçishtin si komunë. Isha shumë i interesuar për të vizituar një komunë që po merr një zhvillim shumë të shpejtë, që është pjesë e rëndësishme e korridorit 8, bashku me Gostivarin dhe Bogovinën. Sigurisht kjo është vizita e parë, po jo e fundi, është thjesht një vizitë informuese për projektet që janë në zhvillim, diskutime rreth projekteve të mundshme të ardhshme. Sigurisht do gjejmë mbështetjen tonë përsa i përket këtyre temave. Nga ana tjetër, kreu i Vrapçishtit Isen Shabani tha se me ambasadorin kanë diskutuar disa projekte që pushteti lokal është duke i zhvilluar. Shabani tha se është kënaqësi që ambasadori Mejdani i viziton Vrapçishtin për herë të parë. Bisedojmë rreth çështjeve të projekteve, zhvillimit të fundit që kemi, domethënë nga thirrjet nga ana e qeverisë, dhe ajo me prioritet është që është në korridorin 8, ku bisedojmë për zhvillimin e zonës ekonomike, që ne bashkë me komunën e Bogovinës, ku gjendemi në mes të komunave urbane, Gostivarit dhe Tetovës, zona domethënë mesdjeror, zonë ekonomike, se si ne të ecim përpara në gjitha aspektet në atë ekonomik, sociale, kështu me radhë. Kjo ishte diçka që biseduam dhe pjesa tjetër ishte ajo shoqërore dhe përkrahje për kandidaturën të cilën kam shpallur para dijave si kandidat i mundshëm apo kryetar. Kandidat jam, po si kryetar i mundshëm, domethënë në mandatin e ardhshëm. Ambasadori Mejdani dhe kryetari Shabani patën edhe një takim kokë më kokë, po nuk deshën të shpalosin detaje. Ajo bisedë mbetet mes nesh, thanë që të dy. I pyetur se si ishte zhvillimet e fundit politike në Maqoni, në veçanti me shqiptarët, ambasadori i Shqipërisë tha se ato janë procese normale demokratike që ndodhin me formatime të ndryshme. Po ato që diskutohen kokë më kokë mbeten kokë më kokë, siç thash, temat që diskutohen ishin këto që sapo përmenda. Po faktori politik shqiptar është duke le të themi po përshkrojnë një rrugë normale demokratike, po përshkrojnë procese e riformatime, kjo është normale në çdo vend demokratik si në rajon po dhe më gjërë, kështu që nuk kam diçka për të shtuar, komentuar apo deklaruar. I pyetur se si e sheh Shqipëria politikën shqiptare në Maqoni, tha se për këtë ka pasur vizita të ndërsjella dhe çështjet kanë qenë publike. Nuk e theksoi, por me këtë ai duket se aludojnë në vizitën e fundit të kreut të ASH-s Arben Taravarin në Tiranë, i cili pati një takim me kryeministrin Rama menjëherë pasi doli nga qeveria. Shqipëria mban rolin që Shqipëria ka, ndjek zhvillimet, jep ato sugjerime që ka kur ka për t'i dhënë atyre që ka për t'ia dhënë. Ju keni parë që ka pasur dhe vizita të vazhdueshme si nga autoritetet tona në Maqedoninë e Veriut, po ashtu dhe të politikanëve tuaj në Tiranë, kështu që kanë qenë deklarata të hapura, publike, qëndrime të mbajtura, nuk kanë diçka më shumë që mund shtojë ambasadori përsa i përket kësaj teme. Fillimisht ambasadori Mejdani nga kreu Shabani u njoftua edhe me administratën komunale, drejtorët e ndërmarrjeve dhe ato që shkollave fillore të mesme publike. Me këtë rast nga shkolla fillore Fshati Gradec i udhërua një portret me figurën e Mehmet Derallës, ministrit të parë të luftës pas pavarësisë së Shqipërisë. Ndryshe, shkolla e Gradecit e mban emrin e këtij ministri, i cili edhe me prejardhje ishte nga ky fshat. Një dhuratë modeste ambasadorit i bëri edhe kreu i Vrapçishtit, Isen Shabani.